Përderisa jene një relacion me një partner, të je budall nëse nuk e këshyr pak edhe kushtet financiare. Në shoqërinë tonë dominon interesi, e jo dashuria. Interesi, po. Çfarë do të interesi? Financiar, ose ndoshta interes për ndonjë arsye tjetër, ka raste tjera ku dikush ka interes për dikën që nuk e përfshin ndoshta gjithsesi kushtet financiare, por përfshin edhe gjëra tjera, ndoshta me përfitu diçka tjetër ose me arrit ndonjë qëllim tynin. Është diçka që na e shpif në fakt, mu për veti ma shpif fakti sa shumë njerëzit e qesin interesin përpara çdo ndjesie tjetër, përpara çdo gjëje tjetër. E potencova në episodat e kalume që padyshim që ti përderisa jene një relacion me një partner, të je budall nëse nuk e këshyr pak edhe kushtet financiare. Por jo me dominu interesi, jo me dominu financa raporti me një person. Po nëse si ka që hiq financat, nëse i ka mesatarisht me jetu një jetë normale, jo në jetë superiore. A mundet me ta upqa ta shuri që kinda i ti? Secili person e din për vete që ka dërë me zgjedh, cilin partner dërë me zgjedh, a dërë me dash dikon që s'ka heq interes financiar, a dërë me dash dikon që ka pak, a dërë me qit interesin para krejndjesive të veta. Secili person e ka drejtën e botës me vendos që ka dërë me bo,